E nderuara zonja Donika Gërvalla Shfars, zëvendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme dhe diasporës, të nderuar përfaqësues të institucioneve, deputet, ministra të qeverisë, të nderuar ambasador dhe ju përfaqësues të misioneve diplomatike në Kosovë, të nderuar të pranishëm. Është nder dhe kënaqësi t'ju drejtohem sot në prag të 26 vjetorit të ditës së çlirimit dhe fillimit të paqes. Çdo vit duke e shënuar këtë ditë historike, kemi rastin për t'ju falendëruar të gjithë ata që kontribuan nga jashtë në luftën çlirimtare të popullit tonë. Dhe më të rëndësishmet mes këtyre ishin 19 vendet e NATO-s, të cilat para 26 vjetësh u bashkuan për t'i dhënë fund gjenocidit të regjimit Miloševićit, të ashtu quajturit Kasapi Ballkanit ndaj shqiptarëve të Kosovës. Çlirimi i popullit tonë me 12 qershor 1999 erdhi pas 78 ditëve të bombardimeve mbi Serbinë dhe pozicionet e saj ushtarake në territorin e Kosovës. Me kalimin e dekadave, shënimi i kësaj dite dhe përkujtimi i dëshmorëve dhe i viktimave po bëhen më shumë, jo më pak të rëndësishme. Kjo për arsye se çdo vit më tepër po shtohen përpjekjet nga Serbia dhe Rusia për të rishkruar historinë. Në njërën anë për të vënë dyshim drejtësinë dhe justifikimin e intervenimit të NATO-s dhe në anën tjetër për të keq përdorur atë si precedent për agresionin e paprovokuar ndaj Ukrainës. Këto përpjekje për të deformuar historinë duhet t'i luftojmë dhe kundërshtojmë me çdo kusht me faktet e pamohueshme të asaj kohe. Për dallim të madh nga lufta ilegale e Rusisë, intervenimi ushtarak i NATO-s ishte edhe i drejtë edhe i domosdoshëm. Në periudhën 1998-1999, diskriminimi dhe shtypja e dhunshme ndaj popullatës shqiptare të Kosovës, të cilat kishin vazhduar sidomos gjatë gjithë viteve të 90-ta, u përkeqësuan dhe u shndërruan në gjenocid dhe në spastrim etnik. Qindra masakra janë kryer, 12.000 civil të parmatosur janë vrarë, 20.000 gra dhe burra janë përdhunuar, 806.000 persona u dëbuan jashtë vendit dhe gjithsej 80% të popullsisë u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Intervenimi ushtarak ishte opsioni i fundit, jo i pari, për t'i dhënë fund kësaj fushate gjenocidale pas një sër përpjekjesh diplomatike për ta bindur Miloševićin që të ndaloj agresionin e tij. Siç na kujton sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, pas autorizimit për sulmet ajrore, vetëm për të dytën herë në historinë e NATO-s, po citoj, duhet ta kemi parasysh historinë e Miloševićit, mosgatishmërinë e tij të zgjatur për të negociuar seriozisht dhe barbarinë e akumuluar, citati. Bombardimet vazhduan më në fund vetëm pasi Miloševići dhe regjimi i tij refuzuan çdo zgjidhje paqësore. Çlirimi i Kosovës shënoi përfundimin e një periudhe të errët në historinë e popullit tonë, por dhe hapjen e një kapitulli të ri i cili kulmoi në Republikën e pavarur dhe sovrane që e kemi sot. Vetëm 26 vjet pas çlirimit dhe 17 vjet pas shpalljes pavarësisë, Kosova pe rënojave të luftës dhe gjenocidit ka arritur të bëhet vendi më demokratik i Ballkanit Perëndimor të lartë ekonomike. Suksesi i Kosovës gjatë dekadave pas përfundimit të luftës është edhe sukses i NATO-s, sepse ishte për shkak të intervenimit të NATO-s dhe çlirimit të Kosovës që u hap rruga për themelimin e shtetit tonë 9 vjet më vonë. Nga ushtria shërimtare e Kosovës, te trupat mbrojtëse të Kosovës dhe tash forca e sigurisë Kosovës, këto janë 3 faza të më shumë se qerek shekullit të së njëjtës kahje dhe drejtim perëndimor e demokratik të paqes dhe të sigurisë. Njëjtë sikur se NATO-ja ka dhënë kontribut të domosdoshëm në suksesin e Kosovës, edhe Kosova është vendosur të kontribuojë në vazhdimsi në suksesin e NATO-s. Vitin e kaluar me shumicën dërmuese të votave të vendeve anëtare, ku vendi i Republikës Kosovës u bë antar i asociuar në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Dhe këtë muaj, me mbajtjen e ushtrimit fushor ndërkombëtar Defender Europe 25, ku kanë marrë pjesë gjithsej 29 shtete, Kosova ka qenë në mesin e 18 shteteve nikoqire.
Mirë po, jam i bindur se këto janë vetëm hapat e parë në rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit të plotë. Nga çlirimi deri në antarësimin eventual pra NATO-ja dhe Kosova janë secila pjesë e pandashme e historisë dhe të së ardhmës së njëra tjetrës. Për këtë jemi dhe do të mbetemi për herë mirënjohës. Ju falenderoj.